Jemi rikthyer në studio të nderuar shikues pas këtij blokut të marketingut, do të vazhdojmë tutje me disa informacione të tjera të ditës. Komisioni qeveritar për personat zhdukur ka njoftuar se në fshatin Obranç të PD-ve janë gjetur ekshtra që dyshohet se mund të jenë të personave nga lista e të zhdukurve me dhunë gjatë luftës. Sipas komisionit, ekstrat e gjetura janë duke u ekzaminuar nga ekspertët e Institutit të Mjekësisë Ligjore me qëllim të identifikimit të saktë. Sot gjatë gërmimeve në fshatin Obranç, komuna PD-ves, Komisioni qeveritar për personat zhdukur në bashkëpunim me Institutin e Mjekësisë Ligjore dhe Policinë e Kosovës kanë hasur në ekshtra që dyshohet se mund të jenë të personave nga lista e personave të zhdukur me dhunë gjatë luftës në Kosovë. Aktualisht ekstrat e gjetura janë duke u ekzaminuar nga ekspertët e IML-s me qëllim të identifikimit të saktë. Këto gërmime u realizuan në bazë të informacionit që qytetarët kishin ndarë në fund të muajit janar, për çka ju jemi minjos, thuhet në njoftimin e Komisionit qeveritar për personat të zhdukur. Është tërhequr nga agjenda e Komitetit për Politikë të Asamblesë